أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد. Në dersën e kaluam kemi mbërritur te çështja e katërt apo besimi, nëse dikush e beson këtë çështje, atëra i del prej fesë të Allah subhanahu wa taala. Ajo ka qenë në çështja e cila e prish besimin apo imanin dikujt. E katërta ka qenë nëse dikush beson që udhëzimi dikujt tjetër është më i mirë, më i përsosur se udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ose nëse beson që gjykimi dikujt tjetër është më i mirë se gjykimi apo vendimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kemi sqaruar këtë çështje. Pastaj kemi mbetë çështja nëse dikush gjykon me ligje tjera, jo me ligjet e Allahut subhanahu wa taala. Si është çështja e tij? Pra ne sot ndëgjojmë shumë se disa njerëz pretendojnë që koha e sotshme, koha moderne, koha bashkëore ka ndryshuar, ka ndryshuar, nuk është më si përpara. Prandaj thonë që edhe ligjet e Kuranit, dispozitat e Kuranit, ligjet, vendimet, gjykimet që janë në Kur'an edhe në Sunet, kanë qenë për kohrat e mëhershme. Edhe nuk janë të vlefshme për këtë kohë. Prandaj dohet, pasi që gjendja është e këtill, dohet që edhe ligjet e Kuranit edhe Sunetit më ndryshojnë. Ose dohet me sjell ligje të reja, dispozita tjera, vendime tjera me cilat përshtaten me kohën. Jo me gjyku edhe me punu me ligjet e Allah subhanahu wa taala. Ai cili ka këtë mendim, ai cili mendon se ligjet e Allah subhanahu wa taala që janë Kur'an dhe Sunet nuk janë valide apo janë të vlefshme për këtë kohë, kanë qenë vetëm për kohët e kaluara, e tash duhet me pru sisteme, ligje tjera që janë të përshtatshme për këtë kohë, ai ka bë ridde, ka dalë prej fesë të Allahut subhanahu wa taala, është bë kafir. Për arsye se shariati i Allah subhanahu wa taala apo ligji i Allah subhanahu wa taala është i vlefshëm për çdo kohë edhe për çdo vend. Pra, na i thamë edhe në dersën e kaluar që Allah subhanahu wa taala ka thënë el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sot ja kam përsos, ja kam plotësuar juve fen time. Edhe nemetet mirësitë e mia ja kam bë komplet, ja kam plotësuar ato. A jam i kënaqur që ky Islam, që është komplet me kanë feja juve. Do të feja Allah subhanahu wa taala për çdo vend dhe për çdo kohë deri në ditën e Kiametit është plotësuar. Nuk ka nevojë me sjell ligje apo sisteme edhe vendime tjera. Prandaj nëse dikush mendon që ligji i Allah subhanahu wa taala apo ligjet e Allah subhanahu wa taala kanë qenë për të kaluarën, që nuk vlen për të sotshmën, do thotë kjo është prej mangësisë në mendjen e tina, edhe në arritjen e të kuptuarit. Ton ai nuk ka mundësi me kuptu që ligjet e Allahut janë vlefshme për çdo kohë edhe për çdo vend. E jo që ligjet e Allahut janë të mangëta. Po ligjet e Allahut janë të përsosura. Edhe vlen për çdo kohë për çdo vend. Ai i cili nuk e kupton këtë, atëherë mangësia është tek menduarit e tij, logjikimi i tij. Jo tek ligjet e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ka për njerëzve që thonë që zbatimi i ligjeve të Allahut subhanahu wa taala apo ndëshkimet që kanë në ligjet e Allahut subhanahu wa taala, siç është gurzimi i zanaçarit, apo prerja dorës për atë i cili vjedh, apo vrasja atina i cili ndron fen Allahut subhanahu wa taala. Thonë që këto ligje, këto dispozita janë shumë tashpra, janë shumë rigoroze. Edhe nuk përshtaten me kohën e sotshme kur mendja e njeriu të menduarit, logjika e njerëzve ka përparuar shumë. Po sot njerëz kanë arrit dije të mëdha, në shkencë, teknologji e sane. Kështu që këto ligje kanë qenë vetëm për të kaluarën. Nuk bën që këto ligje mos zbatun tashme. Prandaj në krisasin ka thonë nuk vlen. Po ndëshkimi me vrasje, për atë që e vret dikon thonë kjo është ligj shumë i egër, nuk vlen për këtë kohë, s'është i përshtatshëm për këtë kohë. Se njerëz kanë përparuar shumë. Po të ai i cili ka këtë mendim, edhe ky ka bë kufër, ka dalë prej fesë të Allahut subhanahu wa taala. Don këto fjalë nuk vijnë vetëm prej atyre të cilët janë munafika, të cilët nuk janë bindur në fen e Allah subhanahu wa taala. Prandaj ai i cili i thot këto fjalë, ai i cili ka këtë mendim, ai ka dalë qartë azit, do të ka dalë prej fesë të Allahut subhanahu wa taala. Por arsye se ai ka kundërshtuar ligjet e Allahut subhanahu wa taala. Ai ka nënvlerësuar apo i kanë konsideruar të mangëta ligje që i ka zbritur Allah subhanahu wa taala tek njerëz. E nëse dikush i konsideron të mangëta ligjet e Allah subhanahu wa taala,
ai faktikisht po konsideron edhe vetë Allah subhanahu wa taala dhe dijen e tij të mangët. Thot Allah subhanahu wa taala sipas tyres pas ka qenë gjendje me zbrit ligje, të cilat janë vlefshme për çdo kohë edhe për çdo vend deri në ditën e Kiametit. Edhe pse Allah subhanahu wa taala ka përfunduar shpalljen e tij. Po nuk zbret më pejgamber mos Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Që me plotsu fenë e tij. Feja Allah subhanahu wa taala u plotsu me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që çdo ligj, cilën ka zbrit Allah subhanahu wa taala në atë kohë, do të jetë i vlefshëm deri në ditën e Kiametit, edhe do të jetë i vlefshëm për çdo vend. Gjithashtu ka për njerëzve që thonë që ne jemi të lirë me zgjedh. Nëse dojnë gjykojmë me shariat, nëse me ligjet e Allah subhanahu wa taala, nëse dojnë gjykojmë me këto ligjet që i kanë vendosur njerëzit, me këto kanonet që i kanë vendosur njerëzit. Edhe kë, ose ai i cili ka këtë mendim, ka bërë kufër dhe ka dalë prej fesë Allah subhanahu. Por arsye se ligjet e Allah subhanahu wa taala nuk kanë, sa i përket ligjeve të Allah subhanahu wa taala ti nuk i liri zgjedhje atë. Ligji Allah subhanahu wa taala është obligim për çdo musliman me zbatu ashtu siç ka thënë Allah në Kur'an edhe në Sunet. Allah subhanahu wa taala i thot pejgamberit sa som wa anihkum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi' ahwa'ahum. Ti gjykon mes tyre me atë që ka zbrit Allah subhanahu wa taala. Edhe mos i pasoj epshet e tyre. Mos i pasoj çefet e tyre. Do thot ligji Allah subhanahu wa taala është obligim për çdo kon me zbatu ata. Nuk i lejohet njerëzve përgjithësia, muslimanëve veçanti me zgjedh mos ligjeve, me zgjedh a me praktikua me zbatu ligjin e Allahut apo jo. Ose me thonë un kam liri zgjedhje, nëse dua e marr, nëse du nuk e marr. Allah subhanahu wa taala thot: "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qala Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim." Nuk i takon asnjë besimtare, nëse Allah subhanahu wa taala i dërguarit i gjykojnë për një çështje, që ata pastaj të kenë liri zgjedhje në këtë gjykim të Allah subhanahu. Ose me thonë, nëse du e pranoj, nëse du nuk e pranoj. Pastaj si përfundon ajeti: "Wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Ai i cili i kundërshton Allah subhanahu wa taala, ligjet e tina, vendimet e tina, gjykimet e Allah subhanahu wa taala, edhe gjykimet, vendimet e të dërguarit tina, ai ka humbë në një humbje të qartë. Ai ka devijuar dhe është ka lajthit në një lajthitje të qartë. Pra, të gjykuarit me ligjet e Allah subhanahu wa taala është ibadet, adhurim prej adhurimeve tona. Me gjyku me ligjin e Allah subhanahu wa taala është adhurim, cilin ne përmes tij na adhurojna Allah subhanahu wa taala. Prandaj është obligim për gjithë robët e Allah subhanahu wa taala me ju nënshtru ligjet e Allah subhanahu wa taala. Për këtë robët e Allah subhanahu wa taala është obligim që ata me nënshtru ligjet e Allah subhanahu wa taala. Edhe me pas besim, me kanë të bindën, itikad, me pas akide tyne që asnjë ligj nuk është i barabartë me ligjin e Allah subhanahu. E më pak ose hiç se nuk bën me besu që ndaj ligj apo ndaj dispozit, ndaj sistem e kanë më mirë se sa ligji i Allahut subhanahu wa taala. Prandaj nuk bën që dikush më mendu që është i lirë në sa i përket ligjeve të Allah subhanahu wa taala. Ka liri zgjedhje, nëse doni i praktikon, nëse doni zbaton, në jetën e tina nëse doni jo. Ose më thon, që shpo ndëgjojnë për shumë njerëzve, cilët janë munafika, janë zindika, do thot kanë një fak, dy ftyrsha, cilët thonë që tash ka koha kur secili ka lirinë e mendimit tina. A secili mund të më zgjedh çka don për gjykimeve, për ligjeve të Allah subhanahu wa taala. Ata ai cili thot kështu, ai nuk i ka bin urdhave të Allah subhanahu wa taala dhe ligjeve tina, i ka kundërshtuar ligjet e Allah subhanahu wa taala, për këtë shkak ai ka bërë kufër dhe ka dalë prej fesë të Allah subhanahu wa taala. Nëse dikush thot, kjo është personi i tretë. Nëse dikush thot, unë e besoj që ligji i Allahut është hak, është i vërtetë. E besoj që ligjet e Allahut janë të vërteta. Nuk ka ligje më të mira se sa ligjet e Allahut subhanahu wa taala. Vetëm ato duhet mos zbatohen. Mirë po, unë e besoj këto, që ligjet e Allahut subhanahu wa taala janë hak. Mirë po, unë e kam mendimin që edhe pse ato janë hak, prapë nuk është obligim me gjyku me to. Edhe pse ato janë hak, janë të vërteta, prapë nuk është obligim me gjyku me ligjet e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, njeriu ka drejt po me zgjedh edhe me vepru sipas interesit kohës çesha. Do të me ecë sipas kohës. Nëse koha në cilën jeton e sheh që me zbatuni ligjet e bëhesh ligjet e Allahut subhanahu wa taala, atëherë unë sipas saj bën, sipas këtij mendimi bën me gjyku, edhe pse ligji i Allahut është hak.
Prapë ai i cili ka këtë mendim, ai i cili mendon kështu ka dal prej fesë të Allahut subhanahu wa taala, edhe ka bë kufër. Për arsye se nuk lejohet me gjiku me ligj tjetër përveç ligjeve të Allahut subhanahu wa taala. Edhe çdo ligj tjetër përveç ligjit të Allahut subhanahu wa taala është batil, është i kot. Pa ligji i vërtet i vetmi është vetëm ligji i Allahut subhanahu wa taala. Çdo ligj tjetër përveç tij është batil, është i kot dhe nuk lejohet me gjiku. Pastaj ne e shohim edhe në aktualitet, domethënë ato që e dëshmojnë vetë se sa që problemet zgjidhen me ligje të tjera, por është ligjeve të Allahut subhanahu wa taala, atë këto probleme shtohen edhe më shumë. Gjithmonë dalin probleme tjera. Kur nuk arrihet që mos zgjedh problemet, do të thonë në definitiv do të më kry problemet. Gjithmonë dalin probleme tjera. Prandaj nëse i thu këtij personi që kjo është ligji i Allahut, atëherë do të më abot me dije që pasi është ligji i Allahut, atëherë të nuk i drejt me zgjedh. Apo më thonë nëse du e marr apo nëse du nuk e marr ligjin e Allahut subhanahu. Mirë, po ke obligim me u bind ligjeve të Allahut subhanahu wa taala. Pra na tha më herë ajetën Allahu subhanahu wa taala që asnjë besimtar nuk ka kon me pas me zgjedh por Allah subhanahu wa taala. Edhe pejgamberi tina gjykojnë me diçka, nuk asnjë besimtar nuk ka kon me zgjedh, me pas lirë zgjedh, me thonë nëse dua marr, nëse dua pranoj, nëse do nuk e pranoj. Pra Allah subhanahu wa taala shka thot: "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qala Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim." Asnjë besimtare ja nuk i takon që kur Allah subhanahu wa taala dhe i dërguari i tij gjykojnë me sjellën e vendim në gjykim, që ai pastaj me zgjedh mes kësaj edhe mes gjykimeve apo vendimeve të tij. Pra nuk ka liri zgjedhje. Nëse Allah subhanahu wa taala dhe i dërguari i tij kanë gjyku, atëherë ti duhet me pranu. Nëse ti nuk do me pranu, pra nëse ti punës ajo që ka gjykohet me ligjet e Allah subhanahu wa taala dhe të dërguarit tina në Kur'an dhe Sunet është hak, është e vërtet. Mirë, bonus për pranoj hakun tëm, drejtën tëm që ma ka caktuar Kur'ani dhe Suneti. Ta mund të vesh ka hek dorë për drejtës tona. Mirë, po nuk lejohet më thonë që nuk e pranoj atë ligj. Te ki obligim e pranoj atë ligj. Po ndryshe, nëse thonë nuk e pranoj, atëherë ke bë kufër edhe ke dal prej fesë të Allah subhanahu wa taala. Pastaj vjen personi tjetër i cili thotë që nuk lejohet me gjiku me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Edhe nuk lejohet me gjiku tjetër përveç asaj që ka ardhur në Sunetin, përveç me atë që ka ardhur në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po shohim që këtu ndonjëherë e kundërshton këtë akide, këtë besim tina, për shkak të tepshit tina. Për shkak të nasive kësaj dunjaje. Edhe pse e beson që ka itikad, dhe ka akide që po vepron diçka haram. Edhe pse e beson që nuk lejohet me gjyku me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut. Edhe nëse gjykon me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut, ka bë haram, ka bë diçka ndaluar. Mirë, po për shkak pozitës tina, apo për shkak lakmis, po ndonjë knasive soi dunjaje, për shembull se dikush i ofron rishfat, ose i ofron diçka për të mirë soi dunjaje, ai gjykon me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut. Apo për shkak se lakmon pozitën që e ka. Po nuk don më zbrit për pozitën që ka rrit në pozitë lart. Edhe nëse ai fillon me gjyku me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut, e rrezojnë për asaj pozite. Nëse për këto shkaqe gjykon me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut, duke e ditë që nuk lejohet me gjyku me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut, edhe duke ditë që është duke bë haram, atëherë kë nuk bën kufër. Don kë ka bë vetëm një gjëna për gjënave të mëdha. Edhe ka bën një çështje, ka vepruar një punë e cila është shumë rrezik për fenë e tina. Kjo nuk është kufër. Mirë, po është ashtu që ka thonë Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kur e kanë pyet për ajetin Allah subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bighayri ma anzala Allah, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun." Kush nuk gjykon me atë që ka zbritur Allah subhanahu wa taala, në Kur'an dhe Sunet, ata janë kafira. Çka ka thonë Ibn Abbas? Thonë laysa al-kufru alladhi tadhhabuna ilayh. Nuk është ky kufri i cilin po e mendoni ju. Po nuk është kufri i cilin nxjerr pe fesë Allah subhanahu. Lakinnahu kufrun duna kufr. Mirë, po kjo është kufër nën kufër. Është kufër nën kufër. Çfarë do thotë kufër nën kufër? Është kufër në vepër. Po nëse ai beson që nuk ka ligj tjetër përveç ligjit të Allahut, nuk lejohet me gjyku me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut subhanahu. Mirë, po për shkak ndonjë çështje kësaj dunjaje, ndonjë knasia, për shkak ndonjë pozite, ndonjë epshetina gjykon me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut, atëherë ai vetëm ka bëj gjuna. Nuk ka bë kufër, nuk ka dalë prej fesë të Allahut subhanahu wa taala. Pra,
Kjo është akidja e Ahlusunetit. Kjo është akidja e Ahlusunetit. Dhe kjo detajizim dhe kjo kuptim i të gjikuarit me ligje tjera, përveç ligjeve të Allah subhanahu wa taala, kështu do të kuptohet. Po këtë hadith e Ibn Abbasit e transmeton Ibn Jarir në tafsirin e tij, Ibn Jarir al-Tabari, e transmeton Ibn Abi Hatim, e transmeton Hakimin Mustadrekun e tij. Dhe çka thot Hakimi pas këtij hadithi? Kur e transmeton thot hadha hadithun sahihu al-isnad ala shart al-shaykhain wa lam yukharrija. Kjo është hadith që e ka senedin, zinxhirin e saktë. Edhe është sipas kushtit Buhariut dhe Muslimit. Do të është hadith i saktë. Mirë po thot Buhariu dhe Muslimi nuk e transmetojnë sahihat e tyre, do në dy librat e tyre. Edhe pse ka qenë është sipas kushtit tyre, ata nuk e kanë transmetuar. Kjo do të thotë që ky hadith është hadith i saktë. Gjithashtu kanë edhe rrugë tjera të hadithit. Kanë edhe fjalë tjera për vend nxënësave të Ibn Abbasit, që është ataja. Nxënësa të tjerë të Ibn Abbasit, të cilët kanë thënë kur e kanë komentuar këtë hadith, kanë thënë është kufër dune kufër. Është kufër nën kufër. Kur e kanë komentuar këtë ajet. Do thotë këtë kanë dëgjuar për Ibn Abbasit radiallahu anhuma. Pastaj vjen personi tjetër, i cili, pra ai i cili ka vepruar këtë mënyrë, nuk e ka bërë me qëllim. Po nuk ka gjikuar me lesh tjetër përveç ligjit të Allah subhanahu wa taala, se i tiqat se besim tina, që lejohet me gjikuar me lesh tjetër përveç ligjit të Allah. Mirë po e ka bërë për shkak në kënaqësia së saj dunjaje. Kjo do thotë që ai këto ka akide. Ton akidja tina dhe besimi tina është nuk lejohet me gjikuar me lesh tjetër përveç ligjit të Allah. Mirë po e ka shty do dunjaja, klasit e kësaj dunjaje kanë shty që me gjikuar me lesh tjetër përveç ligjit të Allah. Duke besuar që nuk lejohet me gjikuar me lesh tjetër përveç ligjit të tina. Po kjo tregon që ai nuk e ka këtë akide, se ka besim. Për këtë arsye, kjo është kufër që nxjerr për Islamin, mirë po është kufër në vepër, është mosbesim në vepër. Do të thotë është kufër i vogël, nuk është kufër i madh. Pastaj një person tjetër i cili gjikon me lesh tjetër përveç ligjeve të Allah subhanahu wa taala, si rezultati i ijtihadit tina. Po kem shumë prej mujtahidave, prej dietarëve të mëj, cilët e meritojnë me dhënë ijtihadet e tyre, mendimet e tyre, dispozitat e Allah subhanahu wa taala, duke dhënë mundin e tyre në ijtihad, gabojnë. Duke menduar që mendimi i tyre është i saktë. Edhe ai ligji që e kanë dhënë apo dispozita që e kanë dhënë është e saktë. Mirë po e kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin. Po nuk e bojnë qëllimisht. Po ata mundohen me aqëllu të vërtetës, mirë po e gabojnë. Po në Allah nuk i jep sukses që me aqëllu ata të vërtetës. Atër këta, jo që bojnë gjëna, jo që bojnë kufër, jo që bojnë gjëna të madh, për kundrazi këta të shpërblehen pe Allah subhanahu wa taala. Do të shkojë hadithin që ne transmeton Buhariu dhe Muslimi, që pejgamberi sa ka thënë idha ijtahad al-hakim fa asaba fa lahu ajran. Nëse një gjykas bën ijtihad, e jap mundin e tina, edhe gabon gjatë gjykimit tina, atëherë thot edhe ja qëllon të vërtetës ky ka dy sevape. Wa idha ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Nëse bën ijtihad edhe gabon, atëherë kjo ka një shpërblim. Do të kësë ka bëjë qëllimisht, se ka kundërshtuar Kur'anin dhe Sunetin qëllimisht. Mirë po për ijtihadin tina, duke dhënë ijtihadin mundin e tina, e ka gabu. Do nuk i ka dhënë Allahu sukses me aqëllu vërtet. Do për këtë nuk themi që ka bëjë gjëna. Përkundrazi kë e ka një shpërblim prej Allah subhanahu wa taala për shkak të ijtihadit tina edhe niyetit tina të mirë. Do niyeti tina ka qenë që me aqëllu hakut, mirë po Allah subhanahu wa taala s'ka dashur kë me aqëllu vërtetës edhe hakut. Pra këto janë ato çështjet apo çështja në mënyrë të shtjelluar në detaje se si duhet të besohet rreth gjykimit me ligje tjera përveç ligjit të Allah subhanahu wa taala. Edhe kjo është akida e Ahlusunnetit që kemi mësuar më vonë. Se asaj që pe çështjeve që ndërlidhen me këtë çështje, apo që kanë të bëjnë me këtë çështje është se të gjykuarit me ligjet të Allah subhanahu wa taala nuk është siç kanë menduar disa njerëz që duhet me gjykuar me ligjet të Allah subhanahu wa taala vetëm në problemet apo armiqësitë mos pajtimet që janë ndërmjet njerëzve. Sa i përket pasurive tyne apo drejtave tyne që i hin hak në anit tjetër apo ja marrin drejtën në anit tjetër. Do të shumë njerëz mendojnë që shumë njerëz cilët pretendojnë që janë prej davetxhive që thirrën në fenë Allah subhanahu wa taala, kur folën rreth kësaj çështje ose kësaj mesele thonë e cekun vetëm të gjykuarit me ligjet e Allah subhanahu wa taala sa i përket atyne mos pajtime mes njerëzve. No mos pajtime mes njerëzve kur ka armiqësi mes tyre do të gjithsesi mu gjykuar me ligjet e Allah subhanahu wa taala. Kurse i harrojnë tjerë. Kjo është hak, është e vërtetë. Do është obligim
që problemet o mos pajtimet që janë mes njerëzve do të mu gjiku vetëm me ligjet Allah subhanahu wa taala, dhe mu zgjidh, edhe njerëz mu pajtu vetëm përmes ligjeve të Allah subhanahu wa taala. Mirë po, nuk është çështja kufizuar vetëm këtë. Do nuk bëhet mu kufizu që me gjiku me ligjet Allah subhanahu wa taala është vetëm në probleme që janë ndërmjet njerëzve. Mirë po, të gjikuaret me ligjet Allah subhanahu wa taala ka të bëjë me këtë fenë e tij. Do të spari me akidën. Edhe akidi është çështje më e rëndësishme. Do të gjithsesi duhet që me gjiku me ligjet Allah subhanahu wa taala sa i përket akidës. Njerëz muslimanë sot janë shumë kanë kundërthënie apo kundërshtime rreth akidës, rreth çështjeve të akidës. Secili prej tyre mendon që është hak. Edhe shumë prej tyre kanë kundërshtuar ehli sunetin sa i përket akidës. Atë ne themi që edhe në këtë rast duhet që me gjiku me ligjet Allah subhanahu wa taala. Edhe më afsharon njerëzve akidën e vërtetë. Do të kjo është për gjykime me ligjet Allah subhanahu wa taala. Që ti më afsharon njerëzve akidën e vërtetë, edhe më bëj çfarë cila është akida e vërtetë, cila është akida batil, cila është akida e kotë. A nuk bën me thonë siç i dëgjojnë disa njerëz, që thonë lejnë njerëz se në akidën e tyre. Secili prej tyre ka drejt me zgjedh akidën cilën dëshiron ai. Ai i cili thotë kështu, ai i cili mendon që njerëzit janë të lirë me zgjedh akidën e tyre. Jo me pasu akidën e vërtetë, akidën e ahli sunetit. Kjo është, domethënia e tij është batil, është e kotë. Edhe ky ka bërë kufër. Nuk lejohet që ti me pas mendimin që njerëzit janë të lirë me zgjedh akidën e tyre. Apo me thonë lej njerëz sipas secili me zgjedh akidën e vet, në mënyrë që mos mi largu ata prej teje. Nëse ti fillon njerëz mi afsharu akidën e vërtetë pe akidës të kotë, ata merr kanë filluar mundo prej teje. Kështu që për mi afru njerëz ti nuk do të milon secilin sipas akidës tyre. E ai cili mendon kështu ai ka bërë kufër, ka dalë prej fesë Allahut. Pra edhe në këtë rast do të më gjiku me ligjet të Allah subhanahu wa taala. Pra me thirr njerëz sparin akidën e pasën akidën e Allah subhanahu wa taala. Pra është obligim që akidja me kanë sipas Kur'anit dhe Sunetit. Për poshtmëri të plot me Kur'anin e Sunetin. Edhe në tauhid rububia, edhe në tauhid uluhia, edhe në tauhid asma wa sifat. Do në tauhidin e rububia zotrimit, tauhidin uluhia, që vetëm Allah meriton adhurimin askur tjetër përveç tij, edhe në tauhidin e emrave dhe cilësive të Allah subhanahu. Në gjitha këto pjesë të akidës do të me gjiku me ligje të Allah subhanahu taala. Pra do të me sa i përket tauhid uluhia, do të me sqaru të vërtetën, edhe me gjiku është obligim me gjiku me ligjet të Allah subhanahu taala, edhe me bë qartë se çdo ibadet, çdo adhurim tjetër që i drejtohet, i dedikohet dikujt tjetër veç Allah subhanahu taala është shirk. Edhe ai i cili adhuron dikon tjetër veç Allah subhanahu taala, çka do qoftë ai ka dalë prej fesë të Allah subhanahu taala. Ai ka dalë prej fesë të Allah subhanahu. Kjo është baza, është themeli i këtë fesë tonë. Akide janë themelet e fesë tonë. Pra spari do të mi rregullu edhe mi përmirësu themelet tonë. Pejgamberi sa son kur e ka dërguar Muadhin në Yemen, ata kanë qenë krishterë, e ka dërguar me bot davet në Yemen. Çka i ka thonë Muadhit radiallahu anhu në hadithin që e transmeton Buhariu dhe Muslimi, thot falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Çështja e parë, gjëja e parë, cilën të i thirr ata, le të jetë shahadeti la ilaha illa Allah Muhammadan rasulullah. Pra spari që ka urdhnu Muadhin me i thirr njerëz, ka qenë që me ia pastru akidën e tyre. Me thirr në akidë të pastër, edhe me largu pi shirkut. Me ia largu çështjet e kota, ton besimet e kota. Nuk e ka thonë spari kur e ka dërgu gjykon mes tyre, edhe ndaj armiqësi që janë mes tyre me ligjin e Allahut. Mirë, pas spari që ka thonë thirrin rrugën, thirrin akidën e pastër, në akidën la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Kjo është do të thotë çështja me cilën kanë filluar gjithë pejgamberët e Allah subhanahu taala. Edhe pejgamberi i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kanë filluar spari që i kanë thirrë njerëz, i kanë thirrë në akide. Do të nuk kanë filluar me herë me gjiku mes njerëzve, mi pajtu ata apo mi larguar amësi që janë mes tyre. Mirë, po spari që i kanë thirrë ata, i kanë thirrë në akiden, e pasën akiden, në cilën e ka zbritur Allah subhanahu taala në Kur'an e Sunet. Pra do të më bëhet qartë njerëzve se ai i cili më ia sqaron njerëzve akiden e pasër, akiden e saktë, më u tregu që ai i cili më gjiku në këtë me ligjin e Allah subhanahu taala, më u tregu se çdo kush i cili adhuron diçka tjetër përveç Allah subhanahu taala, apo thirr prej ndaj kosh përveç Allah subhanahu taala, apo zoton dikon tjetër përveç Allah subhanahu taala, për hir diku tjetër, jo për Allah subhanahu. Edhe shpreson
apo i friksohet dikujt tjetër, jo Allah subhanahu wa taala. Këtë më ia tregu që kjo është shirk, i cili nxjerr prej fesë Allah subhanahu. Pra nëse dikush vjen edhe kërkon mu xhikut te me ligjet Allah subhanahu, edhe ai ka shirk. Çka më bë? S'pari me fillut me xhiku mestina mes atij që ka problem. Në atë mos pajtime që është mes tyne me ligjet Allah subhanahu taala, e me lan këtë akide nënash më thon hajt se cilët i takon akida që dëshiron ai jo. Do s'pari që do të me xhiku. Edhe me thirr rrugën Allah subhanahu taala është akide Allah subhanahu taala. Do s'pari që do të me xhiku në ligjet Allah subhanahu taala është me qartësu akiden e sakt, akiden e pastër ashtu që ka zbrinë Kur'an dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu do të me xhiku me ligjet Allah subhanahu taala sa i përket emrave dhe cilësive të Allah subhanahu taala. Pa do të me xhiku për xehmit, për mu'tazilit, për asharit, për maturidit, për xhawarisht, për murxhat. Të gjithë këta do të me xhiku me ligjet Allah subhanahu taala. Pra çish gjykojmë me ligjet Allah subhanahu taala duke sqaruar kotësinë e mëdhëbeve tyne, duke sqaruar që mendimet e tyne dhe drejtimet e tyne janë të kota. Kjo është për gjykimet me ligjet Allah subhanahu taala sa i përket akides. Sa i përket tauhid rububia, nuk kanë xhilaf muslimanët rrethojnë. Gjithë besojnë që Allah subhanahu taala është furnizuesi. Po, me hesht edhe mos me sqaru, çka është shirk? Çka është mos mi besu cilësitë Allah subhanahu taala, apo mi mohu ato, atëherë në këtë rast do të thotë e ka lënë anash një prej obligimeve të Allahut subhanahu taala. Pra, emrat dhe cilësitë e Allah subhanahu taala ka pas shumë kundërthanie tek muslimanët rreth kësaj çështje. Po ka ndalë shumë grupacione në Islam, të cilat e kanë kundërshtuar ahlus sunetin sa i përket emrave dhe cilësive të Allah subhanahu taala. Pra janë xehmit, janë mu'tazilit, janë asharit, janë maturidit e kështu me radhë. Cilët kanë akide tjetër sa i përket emrave dhe cilësive të Allah subhanahu taala. Do të kundërshtojnë ahlus sunetin. Atëherë gjithsesi do që këto probleme që janë mes neve ahlus sunetit dhe mes tyre me zgjidh përmes ligjeve të Allah subhanahu taala. E cila është ajo? Me sqaru cila është akida e vërtet, sa i përket emrave dhe cilësive të Allah subhanahu taala, edhe cila është akida e kot. Pa në akiden në cilën ndodhen këto grupacione, këto sekte në Islam. Pra nuk bën që njerëz mulon pas sqarim apo pa gjykim me ligjet e Allah subhanahu taala. Sa i përket këtyre çështjeve, do gjithsesi mos sqarua vërteta prej të kotës. Gjithsesi do të mos sqaru akida e vërtetë e sunetit prej akides të gabuar grupacioneve tjera. Gjithashtu do të me xhiku me ligjet e Allah subhanahu taala sa i përket ibadateve, adhurimeve, sa i përket veprave tona me të cilat ne adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Për arsye se ka prej adhurimeve të cilat janë bazuar në Kur'an dhe Sunet. Mirë po ka prej veprave për adhurimeve të cilat nuk kanë bazë Kur'an dhe Sunet, janë shpikura. Do të janë risin fen Allah subhanahu taala, inovacione. E këto janë bidate, është obligim për neve me xhiku me ligjin e Allah subhanahu taala, qysh duke sqaruar kotësinë e këtyre veprave, duke thënë që këto nuk kanë bazë Kur'an dhe Sunet, nuk vjen me adhuru Allah subhanahu taala me këto vepra. Edhe këtë më smirë ka sqaruar vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sunetin e tij. Do hadithin që e transmeton Buhariu dhe Muslimi, çka thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men amila amilan laysa alayhi amruna fa huwa rad." Kush e bën veprën në cilën nuk ka ardhur suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk ka bazë Kur'an dhe Sunet, ajo refuzohet, nuk i pranohet Allah subhanahu. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, "Wa iyyakum wa muhdathatil umur." Keni kujdes për çështjeve risive, don çështjeve shpikura, risive inovacione fe. Fa inna kullu muhdathatin bid'ah. Se çdo çështje re që vjen në Islam është bid'at. Wa kullu bid'atin dhalale. Edhe çdo bid'at është devijim. Wa kullu dhalalatin fi an-nar. Edhe çdo devijim është në zjarr xhenamit. Do të stacioni i fundit i bid'atave është xhenami, zjarri i xhenamit. Për këtë arsye dietar thonë që el bid'atu beridul kufr. Bid'ati është rruga që ty dërgon drejt kufrit. Pra është obligim për neve që me zbatu ligjin e Allah subhanahu taala, edhe me praktiku ligjin e Allah subhanahu taala edhe në ibadate, edhe në vepra me të cilat ne adhurojmë Allah subhanahu taala. Po me sqaruar njerëzve se çdo vepër e cila është në përputhje me Kur'anin dhe Sunetin është e saktë dhe pranohet Allah subhanahu taala. Kurse çdo vepër që kundërshton Kur'anin dhe Sunetin është vepër e kotë edhe nuk pranohet prej Allah subhanahu taala. Edhe nuk lejohet që me kon në këtë çështje me pas lehtësime apo mi mbyll syt. Me thonë spjallësorojmë njerëzve Sunetin prej bidatit,
Spjasërojmë çka është sunet, çka është bidat, se në këtë aspekt, për këtë shkak po largohen njerëz prej neve. Po nëse na fillojmë ja sqarojmë çka është sunet, çka është bidat, ata po largohen prej neve, po na ikun njerëz, po mundemi me davet. Atëherë çka i themi ne këtij person? I themi që na nuk pi largojna njerëz, mirë po, na po ju tregojna njerëzve çka është më e mirë për ta. Këtë dunja edhe në ahiret. Çka ju bën dobi aty në këtë dunja edhe në ahiret. Edhe na po dojnë që ata njerëz më u kthy hakut, më u kthy të vërtetës. Ashtu që ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, më u kthy fesë e cila ka qenë në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe sahabëve shokëve tina. Edhe do thotë kjo nuk është se me këtë na nuk po bojna përçarje mes njerëzve. Përkundërzi na pi bashkojna njerëz në bashkim të vërtetë. Se çdo bashkim jashtë kësajna, to në realitet është përçarje. Çdo bashkim nëse ti don mi bashku njerëz duke pas ata kundërshtime mes tyre në akide apo me bidate, atëherë në realitet po bën përçarje. Bashkimi i vërtet është kur muslimanët bashkohen në Kur'an dhe Sunet sipas kuptimit selefit, sipas kuptimit sahabëve. Prandaj nëse ti don mi bashku jashtë kësaj muslimanët, atëherë ti i ke mashtruar ata. Parësi se është obligim i joni që mi këshillu njerëz dhe mi ausharu të vërtetën prej të pavërtetës. Pra pejgamberi sa çka ka thonë, hadithin që transmeton Buhariu dhe Abu Davudi, ka thonë dinun nasiha. Feja është këshill. Feja është sqarim, mi ausharu të tjerëve të vërtetën prej të pavërtetës. Atë ka thonë liman, e kam pyet vetë. Liman ya Rasulullah, përkon është feja këshill. Kuj, çka duhet me sqaruna? Ka thonë lillahi. Me sqaru të vërtetën për të vërtetës sa i përket akidës, besimin në Allah subhanahu wa taala. Me sqaru çka është hak, çka është e kot, çka është e vërtet, çka është e pavërtet sa i përket tauhid rububie, tauhid uluhie, tauhid al-asma wa sifat. Pastaj ka thonë voli rasulihi, edhe me sqaru çka është e vërteta për të pavërtetës sa i përket sunetit të pejgamberit. Çka është sunet, çka është bidat. Walil muslimina, wali kitabihi, para kësaj është edhe për librin e Allah subhanahu wa taala, me tregu çka është, cili është tefsiri i vërtet, cili është besimi i vërtet sa i përket librit të Allahut. Pastaj ka thonë edhe për gjithë muslimanët. Don për gjithë muslimanët na kemi obligim nëse e dim hakun, nëse dim vërtetën, mja usharu. E himmetihim ka në hadith, imamat e tyre me sharu se çka është akidja, cila është qëndrimi jon sa i përket imamave dhe udhëhecave ton. Wa ammatihim, si do të sillemi ne apo çish do të më ashurohet vërtet me pa vërtetë sa i përkat masave gjëra besimtare. Pra nëse ne e lajmë heshtjet apo nuk folim me të vërtetën, atëherë ne i kemi tradhtuar apo i kemi mashtruar gjithë muslimanët. Kështu që kur ne sharojmë të vërtetën me pa vërtetë, do thotë që ne kemi bërë përçarje apo i kemi larguar njerëz. Përkundrazi ne i thirrëm ata drejt asaj që është hak, drejt asaj që është e vërtetë, edhe me që ata më u kthy do thot lumturisë këtë dunja edhe në ahiret. Gjithashtu do të më gjiku me ligjin e Allah subhanahu wa taala sa i përket urdhënimit për të mirë dhe ndalimit prej të keqes. Për arsye se Allah subhanahu wa taala ka urdhëruar që mi u bind atina me bëj vepra të mira, edhe ka ndaluar prej gjinave, ka ndaluar prej mëkateve. Ka ndaluar që njerëz mos mi ia kthy shpinën Allah subhanahu wa taala apo mos mi u bind atina. Prandaj nëse lihen njerëz që ata me bëjë gjëra se dojnë, nuk urdhënohen për të mirën, nuk ndalohen prej të keqes. Atëherë ne do thotë në këtë rast nuk po gjykojna me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Nëse ne nuk i urdhënojmë për të mirë ata dhe nuk e ndalojmë për të këqija që i bajnë ata, atëherë ne këtë rast nuk po gjykojmë me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Kurse pejgamberi sa ka thënë man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Ai cili për juve e shani të keqe, atëherë ta ndrojë me dorën tina. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Nëse nuk mundën me dorë, atëherë me gjuhën e tina. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu iman. Nëse nuk mundet me gjuhën e tina, atëherë me zemrën e tina, mirë po thotë kjo është imani më i dobët. Këtë hadith e transmeton Muslimi edhe Tirmidhiu. Pra ligji i Allah subhanahu wa taala vjen shprehje edhe sa i përket gjunave apo kundërshtimeve që i bën Allah subhanahu wa taala, që janë nën shirkun edhe nën kufrin. Pra patjetër do të që ne mja sharu njerëzve ligjin e Allahut sa i përket këtyre çështjeve. Patjetër do të që njerëzve mja sharu çka është e mirë, çka është adhurim, vepër e mirë ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe çka është gjuna. Nëse ne nuk veprojmë kështu,
Po nëse ne nuk i urdhojmë njerëz për të mirën, nuk e dalon vetë keqën, nëse atëherë është rrezik që dëshkimi i Allahut subhanahu wa taala dhe dënimi i tij na mi përfshi gjithë njerëz. Edhe neve që pretendojmë që jemi njerëz të mirë, që bëjmë vepra të mira, është rrezik që na përfshi Allahu subhanahu wa taala me dëshkimin e tij. E nëse ne urdhojmë për mirë dhe ndalojmë për të keqës, atëherë krejt shoqëria në cilën jetojmë ne do të përmirësohet. Do të shpëtoj prej shkatërrimit. Pra, të gjykuarit me ligjet Allah subhanahu wa taala është i përgjithshëm. Ai përfshin këtë fenë Allah subhanahu wa taala. E nuk është i veçantë apo specifik vetëm për problemet, për armiqësitë, për mosfajtimet që janë mes njerëzve. Çish mendojnë disa prej njerëzve. Po është obligim për gjykat, për udhëheqësat musliman me gjyku me ligjin e Allah subhanahu wa taala. Edhe kjo është prej obligimeve tyne që i ka obliguar Allahu subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idhukum bih, inna Allaha kana samian basira." Thot vërtet Allah subhanahu wa ta'ala I urdhnon juve që emanetet ja u kthy pronarëve tyne. Edhe nëse gjykoni mes njerëzve, me gjyku me drejtësi, do të thotë me gjyku me ligjet Allah subhanahu wa ta'ala. Kjo është sa I përket udhëhesave musliman. Do të ata kanë obligim me gjyku me ligjet të Allah subhanahu. Kurse sa I përket ata që janë në udhëhesat, që janë të udhëheshur, atëherë vjen ajeti më herë pas këtina, ku Allah subhanahu wa taala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu, atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum." O ju që keni besuar, binduni Allahut, binduni të dërguarit dhe udhëhesave të juaj. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Nëse ju keni mos pajtime rreth një çështje, atëherë kthani te Allahu edhe te I dërguari I tij. Kthani te Allahu dhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të nëse është gjatë jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata kanë pas obligim ju kthy vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me gjykues tyre. Pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ne I kthehemi librit të Allahut, Kur'anit, edhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në zgjidhjen e çështjeve dhe problemeve mos pajtime që kemi ndërmjet neve. Pra është obligim për udhëhesat që me gjyku me ligjet e Allah subhanahu wa taala. Edhe me imponu atyne cilët janë nën ta që me zbatu ligjet edhe me punu me ligjet e Allah subhanahu wa taala. Edhe nuk lejohet që me gjyku me ligjet tjera përveç Allah subhanahu wa taala. As udhëheqëm nuk lejohet që me gjyku me ligjet tjera përveç Allah subhanahu wa taala. As të udhëhequrve nuk lejohet që me lyp gjykim me ligjet tjera përveç ligjet Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala thot: "Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik." يزعمون ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا ويكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Allah subhanahu wa taala thot ai ke pa ata cilët pretendojnë që kanë besu atë që tu ka zbrit ty edhe shpalla që zbrit para teje. Mirë, po çka thot ata dëshirojnë lypin gjykim të tagutit. Çka është taguti? Çdo kush I cili gjykon me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut është tagut. Po taguti është ardh për fjalës tulljan arabisht. E tulljan është me të I kalu të vërtetën, hakun. Do të me gjyku me diçka tjetër përveç të vërtetës, hakut. E çdo kush I cili gjykon me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut subhanahu wa taala hin këtu. E ky ajet ka zbrit shkaku që një musliman ka pas probleme në jehudi. Mirë, po ky muslimani ne ka shfaqur islamin e tina kurse në zemrën e tina ka qenë kafir, u kanë munafik. Alayhi salam. Atëherë kë Yahudia e ka ditë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është I drejtë, o nuk e pranon rishfat. I ka thonë ti munafikut hajde gjykomi te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ai ka thonë jo, ka më shkojnë më gjyku te Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi, te Ka'b ibn al-Ashraf që ka qenë Yahudi, për arsye se e ka ditë që ky e pranon rishfat. E shkaku I kësaj Allah subhanahu wa taala ka zbrit këtë ajet. Shkaku I kësaj ngjarje. Ne aty tjetër është se shkaku I këtij ajeti është pse ka zbrit është që Abu Barzat al-Islami ka qenë falltor, edhe ka gjykuar mes jehudive. Ata kur janë thirrë më gjyku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, disa prej munafikave, ata kanë kërkuar që më gjyku te kë, jo te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Atëherë Allah subhanahu wa taala ka zbrit këtë ajet shkaku I kësaj. Çka thonë Allah subhanahu wa taala? Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna yatahakamu ila at-taghut. Fota nuk isha ata të cilët pretendojnë që e besojnë
atë që tu ka zbrit ty, e atë që është zbrit para teje. Libra që janë zbrit para teje. Ta çka do thotë janë munafika. Ata që librin muzhiku me ligje tjera për Allah. Pse? Se Allah subhanahu wa taala thotë yuriduna yatahakamu ila at-taghut. Doin që me pas kërkojnë muzhiku te taghuti. Kush është taghuti sipas ajetet? Don shkogut që e cakum sebebe që zbrit ajetet është Kabil al-Ashraf. Don kanë dashur me gjykut te Kabil al-Ashraf. Edhe gjithë kush i cili gjykon me ligje tjera përveç ligjit Allah hen këto është taghut. Wa qad umiru an yakfuru bihi. Min po thot Allah subhanahu wa taala ata janë urdhnu që me mohu, me bë kufër tagutin, mos me besu tagut. Do të urdhnu me gjyku vetëm me ligj të Allahut subhanahu wa taala. Wa yuridu shaytanu an yudhillahum dhalalan bina. Kurse thot shejtani don që ata mi deviju në devijim të qartë, devijim të lartë. Pastaj vazhdon ajeti ku Allah subhanahu wa taala thot: "Wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasuli ra'ayta al-munafiqina yasudduna 'anka sududa." E kur t'ju thuat aty në ejani tek ajo që ka zbrit Allah subhanahu wa taala te pejgamberi, do thot me gjyku me atë që ka zbrit Allah subhanahu wa taala, me atë që gjykon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot isha ata që ja kthejnë shpinën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ndalojnë njerëz që mos më shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjyku taj. Pastaj në fund këtyre ajeteve Allah subhanahu wa taala ka zbrit ajetin që sa komo më herët, ku Allah subhanahu wa taala thot: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum." Allah subhanahu wa taala pasha Zotin ton, ata nuk do besojnë kur, Zoti janë besimtar të vërtet kur, derisa ty të bëjnë gjyqtar mes asaj problemeve që i kanë mes tyre, mos pajtimeve. Po Allah subhanahu wa taala thotë që ata kur s'kan më kanë besimtar derisa pejgamberi sa som të jetë gjyqtar, edhe suneti i pejgamberit sa som, ligji i tij na më kanë gjyqtar mes sina. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Pastaj thonë vetë në zemrat e tyre, gjoksat e tyre nuk bën që ata me pas dyshim apo ngushtim gjoksave me ligjin e Allah subhanahu wa taala. Do të më kanë të kënaqur me ligjin e Allah. Wa yusallimu taslima dhe më bind me punu me ligjet e Allah subhanahu wa taala. Por ndryshe ata nuk janë besimtarë të vërtetë. Po pejgamberi sa son ka qenë gjykas mes besimtarëve sa ka qenë gjallaj. Kurse mas vdekjes tina do të jetë suneti i tina gjykas mes neve në mos pajtimet tona edhe në armiqësitë tona. Jo dikush tjetër. Vet suneti, libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, çështja të gjykuarit me ligje të tjera, por është ligjet e Allahut subhanahu wa taala është çështje shumë e madhe, është çështje shumë madhështore. Edhe kjo çështje gjithsesi duhet besohet e të kuptohet ashtu që është sqaruar na. To që kanë sqaruar dietarët e Ehlusunetit. Edhe këto Ehlusunetit janë unanim. Edhe kanë ijma, ka konsensus se çështja e gjykuarit me ligje të tjera, por është ligjet e Allahut subhanahu wa taala duhet sqarohet edhe detajzohet ashtu që është sqaruar na deri tash. Pra nuk bën që në momentin që dikush gjykon me ligje tjetër përveç ligjet të Allahut subhanahu wa taala me bë tekfir ato apo me konsideru kafir. Pra si është njëtë e djetarë kufrën mutlak. Do të me njërë pa kufizuar me thona i me është kafir. Mirë po këtu ka detaje, ka çështje të holla, cilat i sqaruam më herët. Pa tjetër do të mu besu kështu, dhe kjo është akide e Ehlusunit. Edhe thamë që këtë Ehlusunit kanë ijma, kanë konsensus të asajna. Do të nëse dikush e beson, shkurtimisht, asaj që thamë ditash, nëse dikush e beson që ligjet tjera, përveç ligjet Allah subhanahu wa taala janë më të mira, ligjet tjera janë më të mira se ligjet Allah subhanahu wa taala. Apo janë të njëjta, të barabarta me ligjet e Allahut subhanahu. Apo nuk janë të barabarta. To ligji i Allahut është hak, është e vërteta, nuk ka ligj më të mirë se ai. Mirë po, lejohet me gjyku me ligje tjera, atër ky ka bë kufër. Ka dalë prej fesë Allahut subhanahu. Mirë po nëse besojnë që ligjet e Allahut subhanahu taala janë vetëm me cilat do të gjykohet, nuk lejohet me gjyku me ligje tjera. Mirë po gjykon po shakt do një çështje soi dunjaje. Gjykon me ligje tjetër përveç ligjet e Allahut, duke e ditë që po bën haram. Edhe për kundërshton ligjin e Allahut subhanahu taala, atër ka bë, çush ka thonë Ibn Abbasi, kufrun dun kufr. Ka bë kufër nën kufër. S'ka bë kufër të madh mirë po ka bë kufër të vogël. S'ka bë kufër në iman, mirë po ka bë kufër në vepër. Kjo është akida e Ehlusunit të rrethon. Mirë po sot, në kohët e sotshme ne pëjojmë disa njerëz që thirrën, po thirrën dhe po dojnë me pru çështjen e gjykimit me ligje tjera përveç ligjet të Allahut subhanahu taala. Që Ehlusunit të rrethon çështja po thonë ka dy mendime. Një mendim është ajo që e thamë na, edhe mendimi tjetër po thonë është qëllimi është që momentin që dikush gjykon me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut subhanahu taala ka bërë kufër.
Do të pa kufizime, pa kushe që i cekum në marë. Edhe e therin e Ibn Abbasit që e ka thonë, po thonë është daif, është i pasakt, nuk është e thari sakt. Do të jepshi tyne edhe akit menhexhi tyne i prisht, menhexhi tyne jo i drejt i ka çu deri aty sa edhe therrat e sakta që kanë ardhur pi sahabeve, fjalët e sakta që kanë ardhur pi sahabeve mi mohu, apo më thonë që ato janë pasakt. Do thotë këtu ka edhe mesele tjera, çështje tjera që duhet shtjellohen. Edhe është e vërtetë që ehlusuneti vërtet kanë xhilaf, kanë dy mendime rreth kësaj çështje apo ehlusuneti kanë ijma, kanë konsensus rreth asaj se si duhet besohet gjykimi me ligje të tjera përveç ligjit të Allahut. Pra, për këto çështje inshallah do të flasim ndërsa të ardhshme. Ne sonte inshallah do të vazhdojmë edhe me dy pyetje që i kanë bërë Sheh Fawzanit, kena thonë mas çdo çështje, për çështjeve që e prishin Islamin ose e nxjerrën muslimanin prej festina, kena me lezu disa prej pyetjeve që i kanë bërë Sheh Fawzanit hafidhullah rreth këtyre, rreth kësaj çështje. Për pyetjeve që i kanë bërë Sheikhut është që kanë thonë, nëse dikush thotë që unë jam më i dishëm apo ne jemi më dishëm për dobit edhe çka është në interes davetit jemi më dishëm se sa pejgamberi sa. Çka është çështja tina? Nëse dikush thotë që unë jam më i dishëm se sa pejgamberi sa i përket asaj se çka është në interes davetit, çka është më dobishme për davetin. Atë që e thotë që kjo fjalë apo kjo thënie është kufër. Kjo fjali është edhe kjo thënie është kufër. Është batil, është kot edhe është kufër. Edhe kush thotë kështu ai e ka konsideru pejgamberin sallallahu edhe ka akuzuar ato me ignorancë. Do të thotë që pejgamberi sallallahu ka qenë ignorant, edhe nuk e ka ditë çka është e dobishëm për davetin. Prandaj thotë kjo thënie e tina apo kjo fjali e tina hyn në pjesën e parë që ka përmend Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ku thotë ai i cili beson që udhëzimi i dikujt tjetër është më i mirë, më i përson se sa udhëzimi i pejgamberit sallallahu ka bë kufër. Po nëse dikush thotë që unë e di çka është më e dobishme për davetin, më mirë se sa pejgamberi sallallahu atëra ai ka bë kufër edhe hen këtë pjesë kësaj thënie të Sheikhut rahimahullah. Pyetja e dytë është subhanahu taala thotë që sa kumaret fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Që Allah subhanahu taala ka thënë pasha Zotin tën, ata nuk do të besojnë derisa ty kanë më të bëjë gjyqtar mes problemeve, konflikteve që janë mes tyre. Në këtë ajet ne po e shohim se Allah subhanahu taala e ka mohu imanin krejt. Do thotë ata nuk janë besimtar hiç. Do thotë e ka mohu imanin me dy llojet e tina. Do të imanin në zemër edhe imanin në vepër. Do të imanin në zemër edhe imanin në vepër thotë Allah subhanahu taala e ka mohu krejt. Do thotë ta hiç nuk kanë iman. Kështu ka thënë Allah subhanahu taala. Nuk ka bërë përjashtim. Nuk ka bërë përjashtim, a kanë këta itikad këto apo nuk e kanë itikad, a kanë besim apo nuk e kanë besim. A kuptohet kështu ajeti apo jo? Atëherë Sheikhu hafidhullah ka thonë që ky ka mundësi me pas ndonjë arsye. Ky ka mundësi me pas ndonjë arsye. Ai i cili lyp gjykim tjetër për është ligjit Allah subhanahu taala ka mundësi me pas një arsye me cilën arsyetohet, edhe nuk konsiderohet si kafir. Edhe pse thotë esenca është që nëse dikush lyp gjykim tjetër, jo te Kurani ose Suneti, ai ka bë kufër. Mirë po thotë këtë çështje ka mundësi që këtë gjykim ndaj tina, do gjykimi me kufër mu largu për arsye ose për shkaqe ndryshme që i cekon më herët. Do të kjo mesele, kjo çështje ka detaje, ka hallësira që i cekon më herët, nuk bën që më një herë nëse dikush gjykon me ligj tjetër për as ligjit të Allahut, mu konsideru se kafir. Allahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ja. Nëse ka bë me çat njët po. Nëse ka bë me çat njët, do të konsideroj vetën më të mirë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. A kjo është kufër. Ka vendu që është e madhë që ka edhe ka shkipë në varet në saj ka thonë që feja jonë